mund të bësh politika për faljen e gjobave, politika tjera fiskale, që mund të japin akses një partie politike, një individi që kandidon. Kështu që e parë në këtë këndvështrim mendova që është e arsyeshme, duke qenë se kam qenë dhe një nga kandidatët për deputet dhe mendoj që ka ndiku drejt për drejt në rezultatin e zgjedhjeve falja e gjobave, që unë jam pro faljes gjobave për qytetarët shqiptarë, se ja u kanë zi jetën me IKM-tën, me AKU-n, me gjobat e Covidit, që kanë qenë gjobat më idiote në Republikën e Shqipërisë, pra jam pro atyre, por nuk mund t'i bësh dot 2 ditë para zgjedhjeve. Pra makineria shtetërore dhe partia politike, në këtë rast Partia Socialiste, kanë qenë një, ka pas dallim nga njëra tjetra. Prandaj unë gjykoj që do jetë në nderin e institucionit që kam pas shpinës time, që ta hetoj këtë rast, për të çuar para përgjegjësisë gjithë ata që kanë bërë krim zgjedhor për mendimin tim. Ktu kemi të bëjmë me krim zgjedhor. Di që kjo çorba është gatuar në dhjetorin e 2024-s, por nga dhjetori 2024-s deri me 9 maj kanë kaluar shumë kohë, kështu që në rast se ata do ta kishin seriozisht, do ta kishin bërë që në dhjetor, apo jo. Mund ta bënin këtë gjë me 2 ditë para zgjedhjeve.